Se nuk duhet me vepru për hatët kushtetutës, po duhet, partitë politike duhet me luftu për interesat e tyne dhe me luftu, kjo është garë, është krejt normale. 2 kandidat është demokratike me i pas në fund, edhe kush fiton ma shumë. Ty nuk je i sigur, në qoftë se e ke fut kandidatin një të fuqishëm edhe 2 të fuqishëm, dihet që nuk dihet çka ndodh, për një vot fiton njëri, tjetri ma shumë. A do të kishim një situatë tjetër, nëse PDK, LDK dhe AK së bashku, do të shkonin në takimin e ftuar me Kurti vetëm së bashku me një emër të tyre për president Haliti. Për shkak të kësaj krize. Nuk mund të them, sepse duke i njoft to driblingjet e zotit Kurti, pra do të nxjerraj diçka për me përzi punën. Po them që puna më e mira për rrethonat dhe mundësitë që i ka Kushtetuta e Kosovës, punën në dorë e kanë kryetarët e partive. Mas pari, kompetencat, sepse në qoftë se ata vendosin diçka është ma e lehtë me u kalu dhe brenda strukturave të partisë. Dhe me pas fundet përbashkët. Kaq është, e thjeshtë është. Tani, po them PDK-ja ose LDK-ja, mirë që e kemi, por nuk duhet me pretendu me pas kryetarin që i kundërvihet qeverisë. Kryetari i shtetit është kryetar shteti, por i ka kompetencat e veta, qeveria të veta, dhe bashkëveprojnë, bashkëfunksionojnë interes të shtetit. Presidenti ka një herë mundet me aprish qeverisë, në rast, mos mja nënshkruar ligjet, nënshkruar një ligj, por prap qeveria ka drejt me prunë parlament dhe parlamentin nëse e ka lënë presidenti se vetë ku është për atë punë. Pra, presidenti është me një funksion ma shumë honorific se sa një person i cili mundet me ndryshu. E ku qëndron për ju thelbi i problemit? I këtij lëmshi? Unë nuk e kam qartë. Ti lloj paradoksi. Shiko, paradoksi dhe gjithçka është në funksion të asaj, sipas meje, se nëse mohen zgjedhjet, kush do t'i fitojë? Në Kosovë, kjo është kryesorja, nuk është presidenti. Por në qoftë se nuk zgjedhet presidenti dhe ne shkojmë zgjedhje, atëherë kjo është interesi i gjitha partive në opozitë është me rrezu Albinin. Albini ka interesin e vetë me i fitua prapë zgjedhjet. Kjo është beteja në fundit. Por në këtë rrugtim kemi shumë të panjohura. Po them, e para dhe shumë e rëndësishme, është situata që është sot situata politike dhe gjendja e luftës. Gjithë botën. Jemi në prag, në rrezik, që me pas luftë tretë botënore. Dhe nuk është mirë Kosovën, për shumë arsye, me e gjetë në një situatë kur na ofron dikush, hajde bënu me neve, që tu hajde një mas qirës sonë. Duhet me pas qirën tonë edhe atë që drejton qirën.